Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër që jeni këtu prezent bashkë me mua në këtë iftar të bekuar e me shumë bereqete inshallah, edhe ju që jeni larg që na ndëgjoni në diasporën e largët, ju përshëndesim me një përshëndetje, kajherë ashtu unë po tham, me përshëndetje të cilën ka nevojë i gjithë globi. Ajo përshëndetje pace, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Për përshëndetje që ka nevojë edhe lindja e mesme tash, sikur që e dini, undez me të madhe, edhe Ukraina këtu në Europë, kështu që gjakderdhjet s'kan të ndalë, e lusim Allahun xhalla xhelaluhu me këtë muaj të madh bekuar të Ramazanit, punatën e kadrit, ndoshta e kaluam, ndoshta mund të jetë 27 apo 29 e muajit Ramazan, sidoqoftë, e lusim Allahun xhalla xhelaluhu që rahmeti, mëshira e tij të kaplojë tër globin, e ta ndalë këtë faqe të zezë që i po i ndodh kësaj toke. Sonte me radhë, sikur që e kemi pas çdo natë derset, ligjëratat e shkurta me 10-15 minuta, sonte kemi me radhë muaj Ramazanit shkoi. Aje pajisën këtë muaj për mëtej, sepse është muaj i kursimit, muaj i teravis, muaj i Kur'anit, muaj i hadithit, muaj i fituris, muaj i respektimit, muaj i dhanjes e iftareve, e kështu me radhë. Ti gjatë këti muajit, aja ke pa hajrin këti muajit, apo ka hije ka dalë. Vallaj, e di musliman të kanë pas në Ramazan, po, që në sunë në falë, e s'kena agjeru, se s'kena mujt, e kështu më radhë. Në këtë muj o vlazën, me bereqetet që i kini nije në kreta mediat vendore, ato shtetnore, edhe këto private, edhe këto tonat edhe ma private përmes celulareve, Facebookit dhe YouTubes, e kemi tash mas Ramazanit edhe një punë tjetër. Po para se me dalë të mas Ramazanit, të 6 ditët e Shewalit, për cilat ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men etemme sittan min Shewal kenne usame dehre kulle, ai që i plotson edhe 6 ditë të muajit Shewal, sikur ma agjeruat tër vitin. Nëse specifik e sevapit të ummeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, el hasanetu bi ashri amthaliha, një sevap me 10 sevap është. 6 ditë sa 60, 30 ditë sa 300, sikur me agjerua tër vitin. Para se me shkua të ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shirni do ashtu po e quj troshat Ramazanit. Në Ramazan, çka të kamet pa bëndë një send të mirë, a kemi shansë me bëndë nesër edhe mas nesër. Se edhe 2 ditë agjerim kemi. Mës të kamet vlau pa fol, mës të kamet motrën pa e thirë pa fol, mës të kamet agja, daja, tezja, hala, farefisi ytë për cilin kemi me dhënë llogari para Allahut. E farefisin ju e dini edhe se dini, akraba kush janë? Akraba janë 6 antarë. Vlau motra, daja migja, edhe tezja dhe halla. Këta jenë farefisi i çdo personit, nëse i ka këto kategori. Baba nuna, ata nuk hymë në hiset farefisnis, ata jenë prindi. Prindin së nështim në me bo, akraba. Akrabaja janë është vllai, motra, halla, tezja, migja, daja. Djali tezës, djali dajes, që ka tezës që janë, ata janë kategori ka jona qeter. Se si të cili ka të vetër. E kështu me radhë. Shka me bëhoni ata qërë këto troshat Ramazanin? Po më zgabonin pa edhan vitrin. Kush ka zeqat, më zgabonin pa edhan zeqatin.
Kush keni bo gabima në knina, shtoni dozën e sadakas, se nuk i vetëm zeqat janë. Jap një zeqat në dikuj 3 euro, 5 euro, 10 euro, po e bëjshëm qirak. Jo për shtoje dozën e shton njerin, shtoja dozën. Kur të ka farë Zoti Gjellëshan në hu pasëni, shtoja dozën, që edhe ajo pale cila ka nevoj për ty mja zatë dorën, në të hinje shpirti tamam. Se ka një herë ke pati vetë, kur ulesh me pi iftarin, me hangër iftarin, me një rendi edhe si të ke punu gjatë ditës, jo me një herë një gotë, po 2 gota 3 i lipish, për me ta fik të kaltin e ditës. Dhe i fukaraja, qështu. Ja veç që do 5 euro dhe 5 e sa, ja shtoja dozën. Ka thonë pejgamberi jonë alejhi salatu e selam, se të nësarune bi duafa i kum. Allahu ndihmën kam ju që juve, për mes ndihmës që u apani të vërfni vetë juj. Robi ditën e kiametit nuk ka me lip mu këthyje prapë në dynja, përveç se thot du mu këthyje, fe sadaka. Me këthe që qapë sadaka. Subhanallah. Allahu ka të reku në Kur'an. Surat al-Ma'un, ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din, fadhalika alladhi yad'u al-yatim, çish ka thot sefte? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Pra dhe po dham këshirë një fukarat. Po të harroja më në Bedri. Nesër t'i qosh edhe dalisht tërzim halë, aty shqitet damli, qumshti. Blija kret ato dhe kush s'ka, kush anikni, qoja në të boje, si t'lijash për bajra. Apo tham mirë. Tu tek të dhe mu ma mirë. Da më thanë, pse? Sadaka, veç pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka pranu sadakal. Ama dhuratën e ka pranua. Na jemi tash një shoqëri për momentin që përjetojmë, jemi shumë me kushtet mira. Wallahi billahi, kur gjohës për në mungon mërbeti. Qka për du me ju kalzu një rast shumë të çuditshëm në kohën profetike të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E transmeton Bukhari dhe Muslimi, rastin e ndodhur prej Ebu Hurejrës, radiallahu anhu. Një ditë Ebu Hurejrëja tha po dal prej shpije, i uritur, i dekur. Mos paset madhër edhe. 3 ditë s'kisha hangër për. Shka dal, hajtë për shoku i lo për shoku i berin, që dhe Hazret i berin. Mos po thot, hajde frim kafa, qaja dhe mund. Imerin e pash që sa kërkun që s'ka kushte, s'ka pas. U dava prej Imerit, edhe shkova thama të tjekër, vësha dhe Ebu Bekri. Ebu Bekri ka qenë maj pasur. Mirë po dhe Ebu Bekri nuk i ka qëllua dishka afer, një thonë hajde byrën. Ja rap. Apo thot Ebu Hurejre, 3 ditë s'kisha hangër, e s'kisha pi, prej mës pasës. Po heci edhe pak, po e sho, Resulullahin sallallahu aleyhi wasallam. Qoni salavat pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Edhe ju që jini konë shpet, të vorri pejgamberit, qoni salavat gjatë panal. Sallallahu aleyhi wasallam. As-salatu was-salamu aleyki ya Rasulallah. Pesho pejgamberit. Pejgamberi Ebu Hurejre e ka pas, Ebu Hurejre i ri. E ka pas si të thuash, unë ka një herë silëm me qëtatë që më bëjnë hizmetin paka shumë, si me evlatë të mi. A di ju thëmë, e pak, se kër e kje dhe një, ma të shpesh, e kje ma letë, mi thëmë, mi a lypë shërbimin. Hec Ebu Hurejre më mu, hec. Gëzoj, tha Ebu Hurejre, hajde Ebu Hurejre këti, hajde. Gëzoj u gëzova, tha, doli diçka. Kur shka bom, tha him në gjami. Në gjami, s'ka gjonë bëdri. Kur him në gjami, tha,
po vjen njëri pi jashtë e po e bjerë një tas, sahan si të matë shme i thonë na, merë në moment ju të ati zemalit. Pe bjerë me qumsht, me tomël. Ja kam godit që tu që thash, dele blije tomël. Po kur thash ty blije tomëlin, më kujtu tomëli e Buhurerës, vallahi. A në shpje kom bo një jetë që to me e tregua, po e kom qitë për mendë. Kur thash ty të tomëli më ranë mendë, që ka kom pas një jetë në ba. Kur përshjaj po vjen me një tasë me tomël. E Buhurera tha u gëzova, tomël 1 litër, sa ka i tasë? S'ka përmoj të nxere. E Buhurera, shko tha ata në gjami që janë të fjetë atje në të qyshën, ju kanë thonë aty në fukarave që s'kanë hiq as ku me fjetë, ahlus sifa. Jënë konë 70 deri në 80 vetë. Në që transmitim, unë që pja u kalzoj juve, kanë qëllu 70 vetë. Një 10 nështë të kanë dola në kënina. Kjo tha më shkoj mend, tha mu 1 litër tomël e kanë pru pe i gamberit, më shkoj mendja që ta shkipi thirët 70 vetë. Ato me infuzion duhet për të qitë, ka një pikë veç. 70 vetë. Dhe Abu Hurajra urdhë tha ja Resulallah. A i thire, po ardhën rënd janë ja Resulallah. Qo jep ju tomlin derit ngopër. Vetë me vetë, tha po thamë, s'ka me mdalë mu me met një pikë. A ju unë të tradit pa ngronë. Ati të parit, bismillah, ama derit ngopët. Pi, u ngop, i dyti, u ngop, i treti, u ngop. U bonë, tha 70. Abu Hurajra pi vetë tash. Tha piva vetë 3 herë, tha pi hala, jo tha se unë ngopa ja Resulullah, 3 herë të pi. Ja dhash Resulullahit, e ju e dini që ai që shërben, vetë duhet me pi i fundit. Shërptori, vetë pi i fundit. Zdia për anijen Petriti këtu ajo. E ti i fundit pi shkofe, jo me pi para meje. Shërptori tha, pi i fundit, edhe han i fundit, ha tha ja Resulullah. Piu Resulullahi 3 herë, ngop prej tomlit, edhe tomli metë në tas ala. Shka në kuptojnë kjo? Ai që në ka kriju, ai e jem bereqetin. Allah ja shtoft bereqetin edhe kësaj familje, që hangrën bukën, edhe kret aty në familjeve që në kanë dhënë bukën, që 2 javë sa që jemi të pandashëm, gati 3 javë i bom të në këtë restorant, Allah ja shtoft bereqetin të gjithve. E tash, mas je kemi që tash edhe qëto 2 ditët, shumë e del merë dishka, merë nej omëlsir, merë nej për bajram, shka shpërndohet të nasë, ka familje që nuk kanë. Ama, edhe një send, kush nuk i ka babe nënë me veti, shko bleja u ti dhe qoja u prindve, mës të thotë mendja pa ta jërë me atë vlajnë tjetër. Unë e kam zatet një plak që tu në Prizren, para 15 viteve, gjallin konë babe nënë, të shku, ku po shkoni, thash gjagji filan, tha për shkem të ditë me plakën të marim, tha diçka që ati të ceja, dhe të ceja poshtë, të marim tha diçka për bajram nesër. Po tha shunë e djallin e pash këtu, a s'ka marë për juva? Jo, po dha e është vetin damë, tha, naj, s'ka marë për neve. Au, prishi mu, kjesi dotë. A i thoni dotë. Baba dhe nëna mu lënë vetën. Këshune ka qështu, vallahi, billahi, tallahi, Allahi në hek në e pezullon bereqetin, po që se nuk i këshyrim babën nënë. Edhe po që se nuk i këshyrim fukarat edhe jetimat. Marin me të mirë, nesër a gjibellull, një a gjëllëk i vogël të ka boti, gjellëm lidhë tomël edhe këshyre kështë ka. Qështu duhet me punua. Zbrazli ato ku janë tomlat. Nashtë ata privat që për anshesin, bëfshin hajt që kanë, nashtë këta në për markete që kanë, mësë bo, mësë
Këto unë po tham se vetë kom me bo, inshallah ta'ala, edhe prej juve, inshallah, që kjo dorë që po tham, nesër akcion pe u boj, pe u lodhët testament, nesër akcion, 1 kile. Me dalë me plejthamën, kush e dini që s'ka në këne, me ju qure për shpia. Me Ramazan e kryta. Ta është dalë pak të që ki hadithi i pejgamberit sallallahu aleyhi sallam. Urimja ka shkua. A ki me boj iftar të jorim me të 6 ditët? Sa vetë kimi thirë? 40 vetë? Uva. Allah e të një moftë, ta shtotë bërë qetit. Kush i agjeron 6 ditë mas Ramazanit, e ka se vapin si kur me i agjerua tër vitin. A thamë që një se vap veti 10. 30 ditë ka 10, edhe 6 ka 10, si kur me agjerua tër vitin. E lusim Allahun Gjallëshanu mu, na e pranoje Ramazanin, na e pranoje namazin, na e pranoje lutjet, na e pranoje sadakal, na e pranoje vitrin, na e pranoje zeqatin, na e pranoje gjdo fjalë të mirë që kemi folë. Allahi na i falt gjdo fjalë, gjdo gërm të keqe që kemi qitë prej gojës. O vllazrit e mi, për fund po e mbylli fjallën. Një ditë pejgamberi po e thot një duat që ditë shme. E Aisha radiallahu anha, gruja vetë, e cila është nëna jonë e nderit, po e pëlqen shumë këtë dua, këtë lutje të Resulullahit. Edhe pejgamberi të nejtë me gruat vetë, edhe me sahabët kur ka nejtë, edhe me gruat vetë njëtë në dua ka bon. Në them, kur fshojmë. Vllazrit e mi, o vllazrit e mi, që jem përballu për vllazrit e mi. Ja Resulallah, Abu Bekri e sahabët tjerë, për kanë përballu të ja Resulallah, me kush jemi, ne ju jeni tha sahabët e mi. E vllazrit e mi janë tha, ata që s'm kanë pa mu, po ecin në rrugën teme, e ata jënë na. Ju jeni, bashkë. Edhe pejgamberin për e pyet gruja vetë, ja Resulallah, masi është këto ditët e fundit, 10 ditët edhe kadrin këto ditë ka qenë, çfarë lutje me bo? Ka thonë, bane qëtë lutje. Allahumma, e lejtë është, Allahumma, innaka afuvun, tuhibbul afwa, fa'fu anni. O Zot, ti je falës, e don faljen, mi fal mua. O Allah, ti je falës, e don faljen, mi fal mua. Ja Allah, innaka afuvun, tuhibbul afwa, fa'fu anna. Ja Allah, ti je falës, e don faljen, na i fal neve, ja Rabbel Alamin, wa sallallahu ala sejidina wa nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi e gjmain, u pafshim në Ramazanet tjera, ndështë në këtë restorant, ndështë në restorantet tjera, edhe juve që i në largë neve, i përshëndesim atë përshëndetjen e parë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.